Pra edhe pjesën tjetër, trashëgimia përcjelli me një poezi që ne jem trashëgimtar të popullit ton, bi të nënës shqiptare. Portreti i nënës, akrostik. Për brengat e nënës, rrudhat në ball, ofshamjet e saj për të bitin gërbet, rënkimet e mbushura plot me mall, ti kthehen të bit në prehrin e vet. Rikujtoj këtë skena me akull të kres, e zemran që lije hum turrin e vet, tulin e bukës e ndaj me kujtes, nënës duhet nesër t'ja beni portret. Ashtë tuli i bukës në që li gjeja me e mirë, në te du t'a gdhend ftyrën në nënës trime, ashtë punë e dashur, por shumë e vështirë, se në rrudhat e ballit nënës është pjesë e jetës ime. Se pa mund të madh u arrit pamja nënës, ishte pamja e saj, goja, balli, hunda, me shikim të largët si në lindje të hënës, e që portreti më i dashur nga tuli i bukës. Po kthehem te çështja e vazhdimësisë të 3 pikeve që i cekme dhe më përpara, trashëgimia, rrethi dhe arsimi. Trashëgimia, duke hedhur një syne të kaluarën, mund të shohin se pushtuesit e kanë dhunuar trashëgimin ton dhe nuk kanë lënë hapësirë fare të zhvillimit. Apo e kanë shkel aty ku kanë mujt, e kanë shkatruar, e kanë demilitarizuar dhe e kanë humbur fare, të thursin mbi sipërfaqen e tokës, edhe gurin e kanë shkatruar. Mos flasim për kulturën tonë, të kulteve të ndryshme që i kishim, sidomos në Kosovë që nuk ekzistojnë më mbi sipërfaqen e tokës. Ky faktor është shumë i dëmtuar. Paralel me ta është i dëmtuar vetë shpirti shqiptar, pra trashëgimia nuk ka qenë e shëndosh dhe ne gjithashtu nuk jemi të shëndosh. Me qenë se shekujt me radhë nuk kemi pasur prindër të edukuar, stërgjyshe të shkolluar, baballar dhe shkencëtar e sportist, edhe pse me qëndrimin e tyre ata kur nuk u asimiluan dhe me vetdijen e tyre i bën mball dhe i mundën çdo pushtues që sot mund të quhemi të lirë, që mund ta marrin veten për një të ardhme tashme. Përfundimisht mund të themi se gjenet tona janë dhunuar ndër shekuj, që sot u shliruam e na duhet shumë punë e madhe. Rrethi. Historikisht ndër vite, shekuj e dekada kemi qenë të rrethuar nga armiqt dhe rrethi ynë ka qenë me armiq. Nuk kishim mundësi të shohim as djathtas, as majtas dhe ka qenë e pamunshme të zhvillohet një rreth i shëndosh ekonomik, shkencor e politik. Për këtë arsye edhe ky faktor nuk është 100% i realizuar. Prandaj synimi ynë është që të krijojmë një rreth me të lumtur, me të fortë, me shkencor, me inteligjent. Misioni ynë është të parandaloj një zhvillim negativ, gjë që nuk i përgjigjet gjeneve tona që e meritojnë më mirë në një zhvillim që e shkatroj deri me sot rinin ton, që e thithi nektarin njerëzis, që e thithi gjakun, që e beri ilustror, që e humi ndjenjen njerëzore, kulturore, nacionale, që e qiti vet dhe nga dheu vet, nga shtëpia vet, nga toka vet, jashtë në periferi. Për këtë arsye, ta krijojmë një rreth të shëndosh dhe të shkojmë me hapa të sigurt nga fillimi, nga një perspektivë e gjatë për një horizont të shëndosh për familjen tonë, për popullin tonë, për kombin tonë. Bashkimi i vlerave kombëtare nga mërgata jonë, që po merr një formë të quajtur ura, do të luajë një rol më rëndësi edhe në aspektin politik për çështjen tonë shqiptare, duke filluar që nga Kosova dhe trojet tona. Besoj që mërgata jonë do të kryejnë obligimet e veta, ashtu që do të jetë e qartë me ide projektet sparet për faktorin njeri në çdo shtet, në çdo vend, që vlerat kryesore të çështjes kombëtare, qytetare të jenë në mesin tonë, e këto pa dyshim që do të jenë atëherë kur të zhvillohen tribuna të ndryshme në shtete të ndryshme, si në shtetin e Zvicrës, Itali, Gjermani, Austri, shtetet skandinave,
dhe shtetet tjera kuptohet të Evropës, ku spjegohet qartë qëllimi dhe detyrat tona si mërgat shqiptare në drejtim të trojeve tona, të cilat sot si kur më parë duhen një riorganizim, duhen një riorientim, e mbas të thush 15 vitër që po bën të këtij lloj tranzicionit mbas pushtuesit barbaro serb që u hoq nga me shumë mund nga trojet tona. Ne i urojmë sukses organizimit të ri të mërgatës tonë, se parë si një lloj lobit shqiptar me emrin URA, që vërtet urë mbas ure, njeri mbas njeriu të vlerë mbas vlere, të bashkohemi të gjithë së bashku. Reflektimi të shkon edhe të poshtë në trojet tona, si në Kosovë, Shqipëri, Ilirid, Maltezi, edhe apo në Malsinë e Madhe dhe në Luginën e Preshevës në gjitha trojet. Ne i urojmë sukses, si energjinë tonë të pakurësyeshme do të japim nga mërgata në drejtim të bashkimit, të ishvujtjeve tona, përsekutimeve tona, por nga vetë vlerat tona akademike, shkencore, kulturore të kombit tonë shqiptar. Urime, organizimi i bashkim vlerave URA shqiptare.